duhet të thuhet në fakt pozicioni amerikan tash dihet zyrtarisht se marrëveshja çdo herë që s'kini njerëz, konë qetë në përballë ty. Konë qetë në përballë. Për momentin i zoti shtëpisë vazhdon. Apo keni më thon prit na ju Amerikë. Për momentin i zoti shtëpisë vazhdon të jetë. Ku na bëhen punë? Albin Kurti, punë të jashtme, Donika Gërvalla. Nuk kanë mandat. Presidenti nuk kanë mandat. Ti e din që mandatin e kanë të kufizu. Po. Bëmi korrekt. Po, janë specifikuar këto me ligj, po shikoni vendi pa zot shtëpie nuk mundet me mbet, kështu që një zot shtëpie është aty dhe vazhdon të jetë aty për nevoja që mund të lindin aty për aty, për nevoja urgjente, për gjëra të tilla, për menaxhim të shtetit e të fatit njerëzve. Kështu që politikisht, në aspektin politik, nëse një emisar i vjen, punën e ka shumë më të lehtë sepse krejt kuadri është i qartë. Zoti ku ti e din që Kosova është shtet parlamentar. Po. Ku vendi pushteti po, jo qeveria. E na jemi pa pushtet. Qartë. Duket që situata nuk është që ka ndryshuar, por gjithsesi shumë mirë që i pam dy pozicione sot në politikë në këtë ballafaqim shumë të veçantë. Falenderoj shumë zoti Matoshi, falenderoj shumë zoti Kraki. Faleminderit edhe. Por shikuesit i bëjmë dije që këtu nuk përfundon politika, sepse do të ketë një super rrëfim. Alanit Sheu pas pak. Alanit Sheu se kanë dëgjuar, se kanë parë nëpër televizione, nëpër media. Është ideal i jashtëzakonshëm, edhe një ideal shumë kompetent, me 25 vjetë shërbim nga Ukraina e Turqia dhe në lindjet mesme me gjithë portfolin nga Jordania, Palestina, Izraeli, Siria e deri gati të Irani. Mbi gjitha me një ngarkesë amerikane, duke qenë edhe ish këshilltar i zonës Madeleine Albright, zonës Hekurt, zonës të jashtëzakonshme. Sigurisht që njëri njët mirë që Kosova ka krahë dhe burra me integritet, e të zatë që i dalin zatë edhe dynjos, jo veç Kosovës. Po, Kraki kur ka kësi portfolio, kjo është fantastike, apo jo? Kur ka kësi portfolio, nuk ka diskutim. Po. Shqyqyr që kemi njerëz gjithandej në përbot që kanë... Edhe kjo do tjetë një moment unik zona dhe zotëri, për arsye se të shkëputemi me një zët shoqëri civile, me një protest ndaj Krakit dhe deputetëve të tjerë që ka patur sot para në edhe shoqëria civile ka nevojë me u rikonstituu në Kosovë. Ma lejo këtë parantetë. Tash ka nevojë mu bë me Albinin. Çajo është konsijem. Shoqëria civile ka nevojë me u rikonstituu. Është me fuqi të jashtëzakonshme. Ka qenë më fuqishme më herë, tash është shpartallu pak se... Ismeti e kyti punën. KDI-ja edhe Ismet Kryezive kytet punën paradite, unë tash në bromje dhe mirë jemi. E keni kry punën, ha? Po, punën tonë si qytetar. Puna s'është kryen politiko zone e zotëri, pas storjes, intervista me Alanit Sheu, absolutisht për të mos e humbur. Ju ftoj që të rani më tutin në politikë. Kur t'ju bëhet boll kallzoni, loja juaj pasoja tona dhe a doni me shku edhe ndeti, ishin disa nga mbishkrimet në protestën e shoqërisë civile kundër bllokadës në Kovend. Këtë mërkur, pjesëtar të organizatave të ndryshme kanë protestuar në hyrjen e kryesore të objektit të Kuvendit të Kosovës, pak para fillimit të përpjekjes së 37 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Drejtoresha e organizatës fol me Gjite Demolli tha se aksioni protestues do të vazhdojë tani e tutje, sa herë që të mblidhen deputetët për vazhdim të seancës. Ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm së tutje në çdo të dytën ditë, si do të vinë edhe deputetët në Kuvend, edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se është koha e fundit që deputetët të kenë një marrëveshje politike, për çka shtoi se është përgjegjësi e partisë, fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit. Kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë, nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e Kuvendit. Protestat të ndryshme po mbahen para objektit të Kuvendit, që të dilet nga Kyngërç. Përshëndetje zonja zotrim, nuk ka njeri më kompetent për të diskutuar mbi situatën në lindjen e mesme. Është ky zotri Alanit Sheu i cili
Sot do ta shpalos një rrëfim ekskluziv